Burri I thotë gruas: "Më mungojnë prindrit, vëllezrit dhe fëmijët e tyre. Ka kohë që nuk I kam parë. Nesër do t'i ftoj për drek." Gruaja me gjysmë zëri I thotë: Inshallah. Të nesërme në mëngjes, burri shkoi në punë dhe u kthye në shtëpi pak më herët se zakonisht. "Prindrit e mi do të vinë pas një ore. Ku është ushqimi?" e pyeti gruan. Jo, nuk kam përgatitur asgjë sepse ata janë prindrit e tu. Nuk janë të huaj dhe mund të hanë atë që është në shtëpi. "Allahu të falt. Po pse nuk më the dje që nuk do të përgatisësh asgjë, sepse për një orë ata do të jenë këtu", I thotë burri. Thiri, kërko falje dhe thuaju të mos vinë. Ata nuk janë të huaj, por prindrit e tu dhe do të kuptojnë. Burri largohet nga shtëpia I pikëlluar dhe I zhytur në mendime. Pas një kohe të shkurtër bie zilja. Gruaja e hap derën dhe habitet kur I sheh prindrit, vëllezërit e saj dhe fëmijët e tyre. "Ku është burri yt?" e pyet babai I saj. Ai doli pak më parë. "Por burri yt na ftoi dje për drek, e tani nuk është këtu." Gruaja e mërzitur e thirri burrin dhe e pyeti me inat: "Se nuk më tregove që I ftove prindrit e mi për drek?" "Prindrit e mi janë prindrit e tu, dhe prindrit e tu janë prindrit e mi. Për mua nuk ka dallim mes tyre", I përgjigjet burri me një ton të qetë. Gruaja e ndërpreu me inat: "Të lutem, ndalu në një restorant luksoz dhe na sill ushqim të mirë sepse në shtëpi nuk ka asgjë që mund t'ju ofroj." Burri I relaksuar I përgjigjet: "Tani jam shumë larg shtëpisë. Ata janë prindrit e tu, e jo të huaj. Mundohu t'u ofrosh për drek atë që ke menduar t'u japësh prindërve të mi." Mesazhi I tregimit: bazat e themeli I një marrëdhënie të shëndosh është respekti reciprok.